Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në Premtja Shqiptare në rubrikën Ka një diçka për ty. Rasti i sotëm trajton dhunën në familje, një problem i madh në shoqërinë tonë. Për këtë hall do na flasi vetë zonja Shpresa. Qysh je zoti Andrit? Mirë zemër, si je ti? Mirë jam. Po pse ke ardhur kur je mirë? Nuk kam ardhur për vete, zoti Andrit, kam ardhur për vllajin tim. Pse çfarë ka vllai juaj, zoje? Vllai im ka një grua, një shtrik më saktë që ja mori shpirtin. E keq trajton zoti Andrit. E dhunon nga mëngjesi deri në darkë. E qellon me çaj zëdora zoti Andrit dhe ky merumi nuk ka takat ja kthej. Është bërë bolori në lagje. Na ka turpëruar familjen ton. Ka ulur poshtë mbi emrin e familjes. Qa mbi emri keni ju? E kemi Lafshaj. Lafshaj. Kështu zoti Ardit. Nuk di ç'a të bëj fare. Më lejoni të ftoj në studio viktimën e kësaj historie, vllain e zonjës Shpresa, zotin Jakub Lafsha. Ej Jakupi, akomodohu pran motrës. Oh, sa i pafajshëm që dukesh. Kush të ref ty more ju thaft të dora ju thaft. Jakub zemër, më thuaj, është e vërtet që gruaja të dhunon? Nuk e di, s'më kujtohet. Por motra juaj na tha që ajo ju dhunon në shtëpi, ju dhunon sistematikisht. Po deshe, lëm këtë muhabet më mirë. Ja, zoti Ardit, kështu bën gjithmonë, i bën bisht muhabetit. Është shumë i friksuar. Një sekond. Ky thot, gruaja nuk më re. Dakor? Denoncim nuk ka bërë. Shenja dhune të dukshme nuk ka. Tashi nga ta dim ne që motra e këtij nuk po e akuzon kot kunatën, nuk po ja fut kot. Se po e mendoja edhe unë se ne në shkollë në fakt kemi mësuar që zakonisht burrat dhunojnë gratë, jo e kundërta, kupton? Më duket shumë e çuditshme kjo gjë. Për të sheshuar dyshimet e panelit ton, ftojmë në studio bashkëshorten e Jakupit, zonjën Flora. Zonja Flora, sa elegante, komplimenta. Po ti moj shapë, kush është Jo, Flora, mos e gjuaj motra. Ullu posti ma luf që më ngrihesh mua ti. Po qa bën gjuaj mua, po më fal. U bere ti, u rif. Wow, zoti madh, çfarë ndodh kështu? Zonja Flora, të lutem qetësou. Ardit, jam shumë e qetë, jam shumë e lumtur që kam ardhur në emisionin tuaj, jam shumë e gatshme për çdo pyetje që keni. Përse rifni burin? Zoti Ardit, pyesni burin më mirë përse rifet nga unë. Se një arsye kam unë, se s'kam pse ta raf kot çaja me çmendur. O zoti Ardit, po mos Të erdha aty, Më fal. Siç po thoja zoti Ardit, ai njeri e meriton të rifet nga mëngjesi deri në darkë. Me atë që më bën mua në shtëpi, nuk e di domethënë. Edhe ti ta kishe burr do e rifje. E para, nuk bën kur atë që i them unë. Unë në mëngjes dua kafe briosh gati. Ky merhumi ma sjell mua brioshin të bler. Unë normalisht bëhem me nerva, edhe ja këpuz në një ding e fluturoj andej. Tjetra, ky zotria futet i pari në banjo para meje. Ashtu, edhe ndizet një ero zoti Ardit, helmon gjithë kombinatin, kupton? Sigur ha kazanve. Unë normalisht bëhem me nerva dhe ja kërcas me ndonjë shapkë qatë kem në dorë. Po nuk është se e bëj sepse jam e dhunshme, e bëj se më detiron. Diem bas dite që e madhe fare. I them unë këti ik poshtë e tina na merr një paqet. Mirë thot ky jasa të mbaroj bukën. Ndërkohë mua kishte filluar të guli dhe isha në tension. Më duhej ai cigarja aty në moment. Një të më bërë me nerva, edhe i kam këput një me shtiz mu këtu në bark. Malë që nuk e çpovi se do bridhnim spitaleve tani. Po që dua të them që nuk ka qenë asnjëherë për fajin tim. Më ka detyruar ky me këto gjëra që bën. Sigur e bën kastile mor vlla. Të të vit turp më i fëllëqësir që flet kështu për vllain tim. Po s'ke fajti se jeni të gjithë të degeneruar si familje. Me kë e ke? E ke me mua? Me ty e kam. Moj ti, e di çat bëj unë. Ardit foli se më ka shar 4 herë deri tani. Shau prap, nuk e di ç'a do t'i bëj. S'mbaj përgjesi. S'më trëmbin mua këto kërcënimet e tua dhe as kërcënimet e motrës tënde burgaxhie. More vesh apo jo? Si është puna e motrës burgaxhie? Është motra ime madhe Ardit. Ka bërë 15 vjet burg se e vodhi kopshtin e çunit. Ishte një keq kuptim i vogël. Atëre, unë them që ta ftojmë këtë motër burgaxhie dhe të kuptojmë se ç'lidhje ka me këtë histori. Ftoj në studio Tashën e komunës, motra e madhe e Florës. Tasha,
Eja zemër. Tasha, prit, amano Tasha, qetso, amano Tasha, prit. Jo, mos, Tasha, aman, penshamon. Ua, Tasha, të lutem tash ti se e bërët boz fare. Uluni në përvënde. Po nuk e kam brau asnjëherë unë moj, nuk e kam prek asnjëherë me dorë. Pyet aty e ke burr motre, po e kam prek qi me floku. Ma ka thënë vetë, moj. Mashtron. Jo, nuk mashtron. Mashtron. E, po si, se s'të pëlqen ty. Po të robët, unë 10 dola na burgu, moj. Ku e ra unë? Po unë s'kam kohë të ra burin ti, moj. Do mere mun me burin e motrës. A pse nuk e re ti? Po jo, bur motre po të Po them. kush e re atëherë? Pa më trego qik. Si qa thot kjo, dha. Kush? Po çmë kërcet mua, moj. Moj ti, si mund të jesh kaq e pasjellshme? Si mund të përdorësh këtë fjalor në të stu... Pusho se të motrën, ka. E moj mire, ka rridhe ti tashi. Ardit gjë motrën këtu. Me shumë mundësi mua më kini ngatruar me motrën e vogël sa defen. Se ajo ka një qik dorë me thënë drejtën. Unë s'mere me gjëra tilla, unë me mall mere. Atere, le të shofim çka për të thënë sa defja mbi këtë gjullurdi që është krijuar. Sa defe, eja zemër. Me sa duket sa defja është qelsi i këtij problemi dhe të shohim zgjidhjen që sa defe. Amano Tasha, qetso. Mos. Qelbesira të Aman, mutin, penshamon. që të dy janë i qelbesira. Më qelbes... Mirë mbrëma të gjithve përveç atyre. Sa defe e ke raur Jakupin? E vërtet është zoti Ardit, mund ta kem raur edhe unë atë. Për çfarë arsye moj zonj? Për çfarë arsye? Në radhë të parë zoti Ardit, unë kam parë që atë e rref motra, okej, nuk është se jam vetëm unë në këtë punë. E dyta, unë për vete nuk kam burr, jam single, le të themi, jam në kërkim. A, edhe re Jakupin, e? Shfryn nervat tek ai. Pikërisht, atë doja të thoja. Të të vi turp. Sa defe duhet ndalosh. Dakord. Unë do t'i bje ati deri sa të gjej burin tim, ta dish.